Dhe Miloševiqi mendonte që në Rambuje shqiptarët nuk do t'jenë bashkë, do jenë të përqamë, por realisht në Rambuje kemi tregu një unitet të jashtëzakonshëm. Pak njerëz e dinë që Adem Demaçi për shembull ka qëndru 28 vite në burg, në ish Jugosllavi, për aktivitet politik, për librin e tij Gjarpit e Gjakut. 14 vite ka qëndru në të njëjtën qeli, me të njëjtën derë, të njëjtën dritare, 14 vite, dhe më thonë, në pjesën e 28 vite të ti. Por, du të theksoj një diçka, përpos anës të shajt të UÇK-s, një njeri që ka luajtur rol të jashtëzakonshëm në parapërgatitjen e botës perëndimore për të na mbështetur neve, ka qenë presidenti Rugova, i cili erdhi në një moment të jashtëzakonshëm, në një moment në udhëkryqjen më të madh të kombit shqiptar, erdhi një intelektual i cili ishte shkollu, ishte brymosur në Paris, në vendet perëndimore, dhe ky njeri arriti me bind botën perëndimore që duhet me na ndihmu. Pastaj stafetën e mori UÇK-ja 97-ën dhe konferenca e Rambujës, së serbët gjithmonë Miloševiqi, Serbia mendojshin që ka qenë ariol një propagandë e vazhdueshme, ke dëgju, besoj që i shkreti i madhe edhe Gjergj Fishta e ka thonë që më e para të bëj një thes me pleshta, sa bëhen dy shqiptarë bashkë. Dhe Miloševiqi mendonte që në Rambuje shqiptarët nuk do t'jenë bashkë, do jenë të përqamë. Por realisht në Rambuje kemi tregu një unitet të jashtëzakonshëm dhe padyshim që figura më madhore dhe figura me ndikim numër 1 ishte Hashim Thaçi, i cili edhe është shpallësi ose lexuesi deklaratës të pavarësisë